Ne ishim që në 24 që kur u bën ndryshimet për kodin zgjedhor, të paktën unë kam bërë qëndrim shumë kritik që në momentet e para kam thënë që është katastrofike për opozitën kjo reformë që po bëhet. Jo se ne jemi shumë gëzuar dhe i dinim këtë gjëra, por kishim analizuar rezultatet e zgjedhjeve, kishim analizuar në mënyrën se si shtrihet Partia Socialiste në terren, edhe si janë mundësitë më të mira për Partinë Demokratike për të maksimalizuar rezultatin e saj. Dhe ne ishim totalisht kundër kësaj reforme që ata bën. Partia Demokratike buri interesin imediat personal të disa personave mbi interesin e opozitës. Në rast se ti dhe qytetarët shqiptarë kuptojnë që ti vë interesin tënd të ngushtë fare për të qenë pjesë e parlamentit, se për të qenë deputet, mbi interesin e qytetarëve shqiptarë, mbi interesin e opozitës, atëherë ata nuk të besojnë dhe nuk të shkojnë në fare në votim, dhe nuk do të votojnë për mazhoratën, nuk të vjen fare dhe nuk paraqiten fare në qendrën e votimit. Problemi është që sot Sali Berisha në krye të Partisë Demokratike ka kuptuar që ka të pamundur që të marrë pushtetin. Ka realisht të pamundur, si nga mënyra statistikore ose në bazë të rezultateve zgjedhore, por edhe në bazë të gjendjes që ka Partia Demokratike në terren, po edhe në bazë të situatës politike në vend e cila tregon qartë që opozita nuk i frymëzon qytetarët për të bërë pjesë e saj. Dhe duke pas mësurat këtë rezultat që është fatkeqësisht për opozitën e popullit opozitar, çfarë bën? Ulet dhe bën disa marrëveshje që më së paku të garantoj rezultatin ose të garantoj monopolin e opozitës. Sot një gjë ka për Sali Berisha, që është për t'ja vlerësuar, është që ka garantuar monopolin e opozitës. Sot nuk kemi më parti politike të vogla, po them rasti Shqipëria bëhet gjitha me radhë, ato nga aftësia e zotit Berisha ato u shkrim praktikisht, nuk kanë më asnjë influencë në elektoratin shqiptar.